أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tema e 16: pastrimi I zemrës nga dëshprimi dhe nga humbja e shpresës në mëshirën e Allahut. Kjo është një smuje. Domethënë mu dëshpru njeri edhe mu dorëzu. Edhe me humb shpresën te Allahu, kjo është prej gjunaheve, në radhë parë është prej gjunaheve të mëdha. Kur e kanë pirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I kanë thënë mel kebair, cilat janë gjunahet e mëdha? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, esh-shirku billah, mi bën shirk Zotit, pra me barazu dikan me Allahun subhanahu wa taala në diçka që I përket vetëm Allahut. Pastaj ka thënë wal iyasu min rauhillahi wal qunutu min rahmatillah. Ka thonë mu dëshpru nga mëshira Allahut, me humb shpresën nga mëshira Allahut dhe mu dëshpru nga mëshira Allahut. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë me u dorëzu para gjunaheve. Unë për veti që do hadithe I ku lexu moti. Moti ku lexu, po nuk I kam kuptu. Do me thonë tu lexu te komentimet për mu dëshpro. Njeri dëshpro, këtë njerëz, jo. Qëllimi është njeri mu dorëzu për para gjunahe. Me thonë, valla me çket smuna pa e boçket. Do të më falin duhanxhit për shembull, se nuk jam një njeri që unë veç për një mesele foli. Për shembull ka duhanxhit që thonë shko, mos smuj pa duhan. Po njihet edhe ato që e pinë alkoolin dhe mos smuj pa këtë. Ka njerëz thotë unë smuj pa lujt komar. Se gjunahi krijon varësi. Edhe mu dorëzu para gjunaheve, përveç gjunahit që e ban, kjo është gjunah shumë I madh. A dini pse? Sebeb që ai I cili dorëzohet para gjunaheve, ai ka mendim të keq për Allah. Mendimi është një çështje që është në zemër. Ne çka na të fol? Që 16 derse për mirësimi I zemrave. Një njeri I cili e di se Allahu është I gjithdijshëm, që s'mundet atë I kur gjo mik. Një njeri e di se Allahu është I gjithfuqishëm, nuk ka se që s'mundet me bë Allahu subhanahu. Një njeri që e di se Allahu e pranon pendimin gjatë natës për ata që ka bë gjuna ditën, e pranon pendimin gjatë ditës për ata që ka bë gjuna gjatë natës. Një njeri I cili e di se Allahu është bujar dhe se dhe me thonë dhuntia e tij është pa kufi. Një njeri I cili e di se Allahu është falës. Një njeri I cili e di edhe beson se Allahu është I turpshëm, haji, është një prej emrave të Allahut haji. Ka thonë sa inna Allaha hayyun, Allahu t'i vjen mare që kur dikush I ngre durt me akthi pa kur gjo hiç. Se me kur I ngre durt lipi. E tash, do me thonë, ai I cili e humb shpresën në mëshirën e Allahut, ai që dëshpërohet nga mëshira e Allahut, ai në radhë parë nuk e njeh Allahun ose ka mendim të gabuar për Allahun subhanahu wa taala. Për çfarë Allahu subhanahu wa taala thotë shumë. Innehu la yey'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Nuk e humb shpresën nga mëshira e Allahut përveç kafirëve, thotë Allahu subhanahu wa taala. Ose ajeti tjetër kuranor thotë wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Nuk dëshpërohet nga rahmeti I Zotit tënd përveç ata që janë dalalet, thotë Allahu subhanahu wa taala. Për çat njeri, domethënë ne folëm një temë me njoft Allahun. Me njoft Allahun shumë probleme, shumë smuje, shumë keq kuptime, shumë mendime të këqija njeri I largon automatikisht nga zemra e tij. Për çata shumë është me rëndësi me njoft Allahun subhanahu wa taala, me besu emrat dhe cilësitë e Allahut dhe me lut Allahun me ato emra, se kjo largon probleme tjera, të cilat probleme sjellin, domethënë gjunahe të ndryshme, sikur sa është dëshprimi nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Është një hadith tjetër që e transmeton Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allahi min al-uquba
ma tami'a bi jannatihi ahad. Me dit besimtari se çfarë dënimi ka te Allahu, kur kush s'kishte me pas shpresë me fitu xhenetin. Me dit çfarë llogarie precize e çfarë azapi ka te Allahu, si cili kishte thonë, s'muj me mri. Kur kush, do me thonë, s'kishte pas shpresë e mri xhenetin. Thot, walau ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allahi min ar-rahma, ma qanita min jannatihi ahad. E me dit qafirit se çfarë rahmeti ka me pa pi Allahut në ditën e gjykimit, se kishte humb shpresën në mëshirën e Allahut kërkush, asnjë qafir. Bile janë do rivajete që thojnë kështu: kur ta shofe Iblisi ditën e gjykimit, se sa ato gjunaqtar do të jenë rezultati punës e Iblisit, që i ka largu pi Zotit. Kur ta shofe Iblisi se çfarë rahmeti Allahu ka mi bo gjunaqtarët, ka me mendu se edhe atë Allahu ka me e falë. Me pa ata se falë. Se Allahu qafiri nuk e falë, shirku nuk e falë, këto i ka garantu. Nuk mundet me thonë, aj pe ja falë na Iblist. Për qatë njeri qka duhet me bon kësi situatë? Në me thonë, njeri duhet vazhdimisht me luftu për me emri mëshirën e Allahut. Si e krasen dietar, që kjo është një krasim shumë interesant. Për shembull, nëse dikush është i und, është i und shumë, nuk është Ramazan, nuk është ditë, po është vakti kur sa xheron. A dhe thotë, valla diçka, unë jam i und. Unë e çaq, marrë. Apo dhe vazhdoje me kërku, me larguri, me kërku ushqim, të nda bëjnë. Për qatë njeri thotë, kur të dvin gjunahet që suni le, krahasoje interesimin tanë për çështjet e dunjas. Krahasoje çish sillesh ti kur ki undësi, kur ki uri, kur ki dini smundje. Me thonë, për shembull dhem krijet më njerë hu gjume, shkone me një palacet e madh. Nuk thu, valla, adisha, unë e marova këtë, unë dorëzoh, dhem krijet. Ja, ti shkon edhe e gjenë sebepin për me largu ata. Njëjtë është edhe puna e gjunahe. Nëse ti e shef që ki një problem, ti qka dush me bo? Ti dush me ngaren me largu qatë problem. Dush me a gjithë qarën vetës, halin, do me thonë, halli jatë mu me gjithë një qare nëse ki një problem, se fal namazin. Nuk dush me thonë, unë se fali namazin. Edhe mu dorzu, me kapitullu. Ja, ti dush me ngaren me gjithë, ku është problemi, pse unë nuk e fali namazin? Pse nuk e fali namazin? Nëse ki ban dini gjuna, edhe e shef që e gjunahi, se gjunahi me ko, zevden të njeri. Edhe është vështirë me elan një gjuna, ajo është e kuptushme edhe psikologjikisht. Psikologjikisht, për shembull, është vështirë me elan një shprehi që njeri një kod gjate, mi po ka qare, ka zgjidhje. Ashtu si kurse smujet e ndryshme, ashtu si kurse njeri, për shembull, largot, mi thonë, pse nuk e hati që këtë shimë? Valla, këtë shimë zguzej me hangër, si kemë banë damë. Pse për çështjet e ahiretit njëtat gjana nuk i mendoj? Kështu duhet me mendu. Kur të mendojsh kështu, atëherë do të tentoje njeri, ka dale, me gjetë zgjidhje. Edhe vjen zgjidhja. Zgjidhja nuk vjen, do me thonë, nuk vjen zgjidhja në mënyrë të befasishme. Do me pastru zemrën tënde, do me përmirësu vetën tënde, do me përmirësu disa punë, do me lëmë disa gjunahe, do me përmirësu disa shprehi. Nuk vjen ato në mënyrë të befasishme. Ti duhesh me ditë çish duhet me vepru, çish duhet me mendu, çish duhet me pas vizionin, domethënë karshi atyre gjunahe. Pra, njeri shumë është me rëndësi çish e mendon Allah. Edhe në hadith kutsi, domethënë për këto gjona ti çfarë qasje ke ndaj besimi jot që shosh iman. Thotë Allahu subhanahu në hadith kutsi, ene inda dhanni abdi bi. Thot, unë jam si pas prit shmërive të robit tim për mu. Qashtu jam unë e ba. Nëse menon njeri që Allahu se falë, Allahu se falë. Unë jam qashtu që shumë menon Zoti, thot në atë kuptimi se që do të
raporti me ta. Për çat është një hadith tjetër thot Allahu subhanahu wa taala në hadith qudsi. Ja ibadi, o robët e mi, kullukum dalun illa men hedejtu. Këtë ju jeni ndalalet, përveç atij që e kam udhëzu. Fastahduni ahdikum. Kërkoni udhëzimin për meje, unë ju udhëzoj. Pastaj thot, ja ibadi, kullukum arin illa men kesautuhu. O robët e mi, këtë ju jeni të zhveshur përveç atij unë që i kam dhënë veshje, e kam vesh. Fastaksuni eksukum. Kërkoni veshje për ne, unë ju vesh. Ja ibadi, innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. O robët e mi, ju bëjni gjunahe natën dhe ditën, ndërsa unë i fali krejt gjunahet. Kërkoni falje për me, u a fali. Ose një hadith tjetër, që këta me dhënë shpresë, mos mu dorëzu. Është një hadith tjetër kutsi, thot Allahu subhanahu wa taala, ja ibn Adam, o biri Ademit, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Thot o biri Ademit, përderisa ti më lutesh mua dhe shpreson të unë, ti fali krejt ato që i ki bo dhe mu nuk më bëhet vonë. Wala ubali, unë e për përkthej në gjuhën shqipe, nuk më bëhet vonë, dhe mek, s'më intereson për kur gjo, thot Allah. Përderisa ti më lutë dhe më shpreson, unë e krejt ti fali ato që i ki bo, dhe se kam gajle, la ubali. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, jebne Adem, o biri Ademit, inneke lau atejteni, në thonë, jebne Adem, lau belegat dhunubuke, anane semai, thumme estaghfarteni, ghafartu leka wala ubali. O biri Ademit, nëse gjunahet e tuja e mrin lartësin e qiellit, pastaj bani istighfar, unë ta fali edhe nuk e kam gajle fare. Pas e thot Allahu subhanahu wa taala, ja ibn Adem, inneke lau atejteni bi qurabil ardi khataja. O biri Ademit, nëse vjente une me gjunahe sa toka, thumme laqiteni la tushriku bi shay'an, edhe vjente unë takon mu, ama shirk nuk më ki ba, le atejtuke bi qurabiha maghfire, edhe une ka me taku me qaq falje. Sa është gjunahi jatë? Ti më vjen me gjunahe sa toka, ama me një kush shirk nuk më ki ba, se shirkën Allahu qka pa më dje, nuk e falje. Atëherë une ti takoj me falje, me maghfiret, qaq sa është gjunahi jatë, dhe në fshin. Këto në mësojnë këto hadithe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njeri nuk duhet mu dorëzu, se njeri është gabimtar. Nuk ka njeri që zgabon, mirë po, Allahu e do një gabimtar i cili vazhdimisht lufton për me hek gabimin prej ti. Përsa thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor, e ki ajeti kuranor thënë disa dietar tefsir të kanë thonë, ajeti më shpresëdhënës. Ajeti më shpresëdhënës është që ki ajet. I surës Zumer, ajeti 53. Qul ja ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Thuaj, o robërit e mi që e keni tepru me gjunahen dhe vetvetes. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu i fal të gjitha gjunahet. Kjo është ajeti më shpresdhanës. E hadithi më shpresdhanës, cili është një hadith që për cilin dietar kanë thënë, se këshire, nalemi pak të kjo ajeti. Me thonë, o robërit e mi që e keni tepru, israfi thënë me tepru, e keni tepru me gjunahe. Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu i fal të gjitha gjunahet, normal nëse ti pendohesh, këtë dietar thënë nëse pendohesh, këtë gjunahet, s'ka, e fal shirkun, e fal kufrin, madam e fal shirkun edhe kufrin nëse njeri pendohet, atëherë smetin gjanë për gjunahet tjera. Atëherë shakën, gjunahet tjera 100% atëherë shkojnë, se shirkun e fal. Dikush e nënçmon Allahun, dikush e adhuron dikan tjetër përveç Allahut, edhe Allahu që këtë e fal nëse ti pendohesh, atëherë gjunahet tjera edhe më parë. Ndërsa sa i përket hadithit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të va tregoj hadithin më shpresdhanës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi
një ajet kuranor për cilën folëm dje, për shirku. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Shash Muhamedi alayhis salam ishte lexu Kur'an. E lexoi ajetin wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Kur Ibrahimi tha, o Zot, bane që këtë vend, që këtë qytet, për Mekën e kish fjalën, qytet të sigurt, dhe më largo mua dhe fëmijët e mi që mos e adhurojmë idhujt. Vazhdon ajeti tjetër. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. O Zot, që këto idhuj, që këto putat, shumë njerin e kanë çuar dalalet. Thot Ibrahimi, asa, mirë po Allahu na tregon tash. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kush më ndjek mua ai është prej meje, dhe me prej fesë time. Wa man asani, ai që më kundërshton o Zot, fa innaka ghafurur rahim. Ti o Zot je falës dhe mëshirues. Nëse dënjoni, s'm ndjek bash çish duhet. S'm ndjek bash çish duhet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nisi pak me kajt. Se tash po e lexon çish Ibrahimi alayhis salam ju ka dhimbë umeti vet. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexoi derisa erdhi fjala Allahu tregon Hazreti Isa çish është lut. Ka thonë Rabbi in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Ka thonë Isa alayhis salam, o Zot, sa Allahu subhanahu wa taala thotë Isa alayhis salam Kur'an ke përmendur. Ati ju ke thonë njerëzve mbajni ibadet mu dhe nanën teme? Thot Isa, subhanallah, subhanak, thot, i madhnumje ti. Nuk mundet unë me thonë diçka që ti nuk e ke li për meje me e thonë. Thot o Zot, nëse i dënon ti këta, ata janë robët e tu. Wa in taghfir lahum, e nëse va falë ti o Zot, fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti va falë, atë ti e krenari dhe i urti. Kur e lexoj edhe çeket, pejgamberi sa më ja nisi me kajt shumë. Pse? Se tash po e lexon dhëmshurinë e Hazreti Isës për popullin e vet. Një herë lexoj dhëmshurinë e kujt? Ibrahimit. Edhe ja nisi i çoj dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja nisi me kajt, edhe të thon ummeti, ummeti. O Zot, umetin tembe, pse edhe mu po mdhimen. Umetin tembe. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e çoi Gjibrilin, kjo përmendet në hadith. Shko pyete pse qanë Muhamedi. Edhe pse Allahu e di. Allahu e di 100%, apo? Shkoj edhe kërkoj, tha, më dhim pse të umeti jem. E veti Gjibrili a.s. Edhe shkoj Gjibrili a.s. i tregoj Allahu të zëgjel. Allahu subhanahu wa ta'ala tha, shko thuj se kena me të gëzu për këtë mesele. Edhe nuk kena me të bo të ndihesh keq për sa i përket umetit tant në ditën e gjykimit. Që ki hadith, çka na jep? A na mbush me humbje të shpresës, apo na mbush me shpresë? A na e humb shpresën, a na e mbush zemrat me shpresë? Na e mbush zemrat. Bile, që ki hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka me hek dorë prej ummetit të tij. Ka me kërku prej Allahut subhanahu wa taala, ka me bon, se pejgamberi sallallahu ka me bon disa shefate. Shefatin e parë ka me bon për kërrejt njerëzimin pejgamberi alayhis salam. Edhe që ati ka me dalë në shesh, kush është zotnia i bijve të Ademit. Se kur kush s'ka me guxu me shku me bon shefat, përveç pejgamberit tonë. Mëse ne ka me bon shefat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për xhenetlit që mi u qel dera. Mëse ne ka me bon shefat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjunahçart. Mëse ne ka që mos me hin në xhehenem. Mëse ne ka me bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shefat për ata që e kanë pas pa tjetër me hin xhenem që mi nxjerr prej xhenemit. Ama s'ka me hek dorë, në me thonë prej umetit. Për që të kanë thonë sahabët, ja Rasulallah, se sahabët e kanë formu një pasqyrim
si do t'jetë ajo puna e mahsherit, ku do të thonë ja Rasulullah, ku do të zateknë atje, ku do të takojmë? Ka thonë keni marrë te haudi. E mirë ata që si njeh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarëve do t'ju bëjnë dritë tumetit tem pjesët e avdesit. Ka thonë, nëse dikush e ka një atë me shenjë të bardhë në ballë, si quhet balosh, a quhet? Do me thonë një atë që është i zi, mirë pa e ka shenjën e bardhë në ballë. Zakonisht nuk e ka në kuajt ata, ama që njoni e ka. Thotë nëse dikush e ka një atë me shenjë të bardhë, a kish me e njoft atin e vetë në mesin e kuajve. Thotë nëse mund do t'ju njoft në bazë të avdesit, për qatë lumaj i cili merr avdes, me marr avdes, me falë. E tash, kur i lexojmë këto ajete, këto hadithe që na japin shpresë, kjo nuk është për qëllim me thonë, a diçka, besimtar të nderuar, xhamati i nderuar, ju grani gjunave, se shpresa është e madhe. Nëse kështu mendojmë, atëherë kemi mashtru veten. Për çfarë Buhariu çka e përmend? Buhariu e përmend njërin prej, do me thonë një dietar i cili e ka pasur emrin në librin e tij Buhariu e përmend, El-Ala ibn Ziyad. I kanë thonë Ala ibn Ziyadit, pse dhe ti njerëzve non stop ju fol për dënimin e Allahut, për xhehenemin? Dhe të qysh po vahumb shpresat? Ka thonë, une nuk mujbe me vahumb njerëzve shpresat. Sa Allahu ka thonë, thuaj o robërit e mi që i keni të pru me gjunahe, mos e humbni shpresat në mëshirën e Allahut. Mi po thotë, ju dojni që me u përgëzu me xhenet me punë të këqija. Ndërsa Allahu e ka dërgu pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka dërgu me dhonë myshde për se e ka fitu xhenetin atij që bën punë të mira dhe me ja tërheq vërejtjen se ka me shku në xhenem ai që bën punë të këqija. Ka do njerëz kanë qef mi u fol, nuk kanë qef mi thonë kush e bën këtë shkon në xhenem, kush pi alkool, kush bën zina, kush punon me kamat, kush i bën shirk Allahu subhanahu taala, kush nuk fal namaz shkon në xhenem, nuk ka qef. Ka qef mi thonë veç but. Kjo është mashtrim. A di pse është mashtrim? Se Allahu subhanahu wa taala këshir prej neve ne çka dojmë. Nuk e këshira që i bën gjunahin, po ti që e ki bën gjunahin, a lip zgjidhje prej Allahut? A do me la gjunahin? Nëse je prej qëtimve që do me la gjunahin, atër Allahu subhanahu wa taala të mëshiron, ti që e ludh, ama nëse je prej atyre që ja ki këthi shpinën Allahu subhanahu wa taala, ja ki këthi shpinën Kuranit, ja ki këthi shpinën namazit, ja ki këthi shpinën punëve të mira, edhe ti merresh edhe thon unë kam shpresë të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Ne kemi thënë në një prej ligjëratave që i kemi marrë në fillim të këtij zinxhiri të ligjëratave, se edhe shpresa edhe friga të bëjnë që të ecish, të japin balancë. Se njeri që ka vetëm shpresë bën gjunahe, njeri që ka vetëm frikë e humb shpresën te Allahu. Për çat njeri duhet me pas edhe shpresë te Allahu edhe frikë. Sikur se rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi me vizitu njërin prej smundve që i kishte kojshi. I tha çyshie. E kam përmend. Çyshie, kejfe tajduk, si e min vetën. Ai tha, wallahi ja Rasulullah, e shpresoj Allahun dhe frigohem prej gjunaheve të mia. Tha pejgamberi sa në çket vend, pra njeri përpara se me vdek. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nëse njeri është në çket vend, në çksi pozite, në shtat vdekjes, edhe shpreson Allah, dhe i tutet gjunaheve, sherrit të gjunaheve që i ka bën, thot nëse ndodh kjo, Allahu ja jep ato që e shpreson dhe e ruan dhe e siguron prej asaj prej së cilës ka frikë. Prej asaj prej së cilës ka frikë. Prandaj porosia është kjo. Njeri shpeshherë ndodhet në errësira të ndryshme të jetës. Ka bërë njeri humb shpresat. Mi po duhet mi u kthi Allahut subhanahu wa taala. Para mendoni
në më thonë Yunusi a.s. Allahu subhanahu wa ta'ala boni sa i ki prej vendit kërë qoj Allahu subhanahu wa ta'ala qoj pengamber. 100.000 veti kisha i qytet që quhet Ninua. E qoj Allahu, asë se ngojshin, lujshin, bëjshin hajgare dhe e la. I hipi barkës të kthejet në vendin e vetë. Edhe e dini historinë se, në më thonë, u paraqiten ato errat, dallgat e mdhaja, valët e mdhaja të detit dhe në më thonë e gjujtën edhe e përbiu balena. 3 errësira. Nuk janë problemet tona më të vështira se sa me të gëlltit natën në thellësin e detit balena. 3 errësira, thotë Allahu subhanahu wa taala e mbulon. 3 errësira. Mirë po, ju kujtu diçka. Çka boni? Kjo është duaja kur je keq, kur e nin veten keq. E boni një dua Yunusi a.s. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me thon kur jena të mërzitur shumë. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E shkurtër që kjo të mësojnë që kjo. Njeri kuran në rësir, gjënahet, në rësir, i mërzitur, i zhjitur në brengat e dunjas, probleme, smuje, problem, me ata, me ketë, me punë, me risk, me idare, me familje, me shnet, edhe s'ban mu dërzu. Ti duesh mi u këthi besimit të Allahut dhe istikfarit. Të janë dirët e shpëtimit. Se ka thonë, la ilaha illa ente subhanek. Nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. I madhnum dhe patmeta je o Zot. Që kjo është subhanallah, e ka kuptimin. Subhanek, të me thonë, i madhruar, i lavdruar dhe patmeta, i përsosur je o Zot. Inni kuntu min adh-dhalimin, për një me une, kam bo zullum. Se boni gabim Yunusi a.s. Boni gabim që i ki palejen e Allahut dhe e latë popull. Edhe njeri kër e ban një gjuna, a i gjuna i shkakton mërzi. Se këshini, mërzijat, shumica e mërzive në zemër, vinë për shkak gjunaheve që i ban njeri. Gjunahet të nëzim ftirën. Gjunahet të bëjnë mundi keq. Se vallahi njeri me lexu Kur'an, me fal namaz, mu qu natën, me bojnë istikfar. Shumë ka me konë, shumë barë, në me thonë nga kurizi i ti ka mi largu. Shumë barë të randa të dunjas. Në me thonë me kërku, për qatë lumëturia e vërtet është një badet. Dëshpërimi është në gjunahë. Dhe ne kemi mundësi mi largu këtë dëshpërim. Dhe pa i largu që këtë zemra tona nuk përmirësohet. Pa i përmirësu zemrën tonë në punte tona nuk mina mi përmirësu. Për që ata shumë është me rëndësi, largimi dhe me thonë është largimi nga dëshpërimi Allahu subhanahu wa taala dhe shprehja e fjales la ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, edhe me kërku falje për Allahut subhanahu, me kërku falje për Allahut subhanahu wa taala. Shumë është me rëndësi. Pra vazhdimisht, dhe me thonë, mi u këthi besimit, mi u këthi istikfarit, mi u këthi punëve të mira, me lipi laqin për mi largu punë të këqia. Dhe kjo dhe me thonë, i pastron zemrat tona dhe si rezultat na pastrohen edhe punët e tona. Se pa i pastru zemrat, pa i regullu zemrat, s'mujna mi përmisu punët. Që kemi thonë? Fillimi gjeneza është me ndrejt zemrën, si ka thonë për dijeni se në trupin tonë është një copë mishi, nëse përmirësohen këtë punë, nëse prishën këtë punë, ajo është zemrë. Allah na i përmirësot zemrët. Walhamdulillahi rabbil alamin.